Shoqata Kombëtare e Mundjes Shqiptare në bashkëpunim me Bashkinë organizoi 67 vjetorin e krijimit të ekipit të Mundjes Traktori, ku u kujtuan ish sportistë të Mundjes, ish trajner, organizator dhe mbështetës të këtij sporti tradicional, që simbolizon forcën dhe qëndrueshmërinë në ambientet e muzeut të qytetit. Në një foto ekspozit u prezantua historiku i këtij ekipi dhe sportistëve të tij. Figurat më të shquara të sportit të Mundjes të Lushnjës, që u shndërruan në një burim krenarie për shumë lushnjar si Skënder Gjyla, Pëllumb e Zyber Meçe, Pëllumb Zjani, Koçi Koçibelli, Ramazan Gjyla, Virgjil Xhafa e të tjerë u dekoruan për kontributet e tyre në këtë sport. Ekipi i Mundjes Traktori ka lënë gjurmë në historinë e sportit kombëtar të Mundjes, por ky sport nuk praktikohet më në Lushnjë. Ish-mundësi Ramazan Gjyla kërkoi rihapjen e ekipit të Mundjes, pasi sportistë të talentuar që e duan këtë sport me shpirt kanë për ta drejtuar atë. Falenderojmë pafund, jo vetëm unë, por të gjithë mundësat dhe dashamirësit e Lushnjës për këtë aktivitet në këtë 65 vjetor, në këtë përvjetor që bëni ju. Lushnja ka nevojë për ta ngritur një ekip mundje. Edhe këtë gjë duhet ta ngrenë këto zëri. Çuna për drejtuar këtë sport kemi, sportista Lushnja ka pas dhe do ketë gjithmonë që e duan këtë sport me shpirt. Virgjil Xhafa, ish drejtuesi shumë sporteve, kujtoi vështirësitë ku stërviteshin sportistët e Mundjes që i quajti heronj. Kujtoi me vëmendje kushtet në të cilën janë stërvitur ato breza. Nga njëra anë një pasion i jashtëzakonshëm i sportistëve lushnjarë, por dhe ato që vini nga fshatrat, si Verzit Kaja, që ishin model. Dhe nga ana tjetër, mos përgjigja për këtë cilësi që kishin përpara për këto lojtarë shumë cilësor. Drejtoria e Qendrës Kulturore dhe Klubit Shumë Sportesh, Brisilda Dervishi, përshëndeti ish sportistët që morën medaljet e merituara. Ju falenderoj shumë për eventin që organizoni. Ne si Klub Shumë Sportesh do na keni gjithmonë për krahje, çfarë do ju duhet, nëse ju do ta rihapni, do bashkëpunojmë. Po, na keni për bashkëpunim, ju falenderoj dhe mirënjohje të gjithë sportistëve të Mundjes. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Shoqatës Kombëtare të Mundjes Shqiptare, Xhelil Zibaku, theksoi arritjet e sportistëve të Mundjes lushnjar. U takuam sot tu në këtë takim shumë simbolik, shumë domethënës, por për fat edhe pat pjesëmarrje dhe sinqerisht e kam i vlerësoj shumë të gjithë veteranët, familjet e tyre që morën pjesë, duke na dhënë një pasqyrë të gjithë kontributit që ka dhënë familjet e tyre vetë sportistët për këtë qëllim. Ne sot nderuam themelusin, ose si thua është një në organizatorët më kryesor të Mundjes, Skënder Gjylen, ish mundës kampion, trajner, ngriti ekipin e Lushnjës dhe arriti e çoi në kategorinë dytë. Nga e dyta në kategorinë e parë, pra bashkë me trajnerë të tjerë, janë aty janë prezantuar këtu edhe sportistët në vite të Traktorit, aty është historiku që kemi bërë ne, historiku zyrtar i Mundjes, edhe këtu janë trajnerët më të mirë, mundësat më të mirë, medalistët më të mirë që kanë dalë, dhe unë them se sot ne ja arritëm qëllimit dhe më pëlqeu diçka e veçantë, sepse kishin edhe brezat e dytë dhe brezat e tretë të gjithë familjeve sportive të Traktorit Lushnjës.